Shikues të nderuar, në Kallxo.com po pranojmë në vazhdimsi shqetësime të cilat ngrisin dyshime se paaftësia e shtetit për të siguruar pajisje për sallat e operacioneve kirurgjike krijon mundësi së pari për favorizime dhe së dyti për rritje të çmimeve. Sot do të rrugtojmë për NPI, për të gjërmuar një denoncim shumë serioz të një familje në nevojë. Një i moshuar nga kjo zonë ishte paraport të futej në operacion në spitalin e Pejës. Operacioni kirurgjik ishte paraport të ishte një ndërhyrje në prostatën e të moshuarit. Të gjitha kontrollet para operacionit ishin në rregull dhe familja nuk ishte paralajmëruar deri pak minuta para operacionit se duhej të bënte një investim bukur serioz për të siguruar mbarvajtjen e operacionit. Kur të gjitha kontrollat ishin përfunduar dhe pacienti ishte afër për të futur në sallën e operimit, familja mori një mesazh të shkruar në letër. Aty ishte shkruar një listë me pajisje medicinale, të cilat, sipas punëtorëve, mungonin në spitalin e Pejës. Letra, e cila është shkruar me dorë e cila nuk ka një logo të institucionit, i rekomandon familjes, pra edhe pacientit, që disa minuta para operacionit të prostatës, një prej operacioneve të rëndësishme në fushën e urologjisë, të shkojnë në një banatore specifike dhe të blejnë disa ilaçe të cilat, para se të përcaktojë ekipi e operimit, nuk ishte konstatuar se nuk ekzistojnë në spitalin e Pejës. Pra shikues të nderuar, në situatën të cilën jemi duke e trajtuar, spitali ishte gati, ishte caktuar doktori që do të kryente intervenimin, ishte caktuar anesteziologu, ishin caktuar stafi infermierëve, ishte caktuar stafi teknik, madje edhe salla operacionit. Të gjitha këto ishin caktuar paraprakisht, pa i dhënë familjes një lajm. Spitali nuk e kishte një furnizim esencial, pa të cilin nuk mund të kryej operacioni. Sipas asaj që shkruhet në historikun e pacientit, ndërhyrja nuk mund të ndodhte pa i pasur në sallën e operacionit disa pajisje mjekësore, të cilat janë të domosdoshme për këtë operacion. Këto pajisje janë elektroda dhe pajisje mjekësore, pa të cilat operacioni nuk mund të zhvillohej. Në interpretimet që kemi marrë, të pakte njëra nga këto materiale përdoret për ndërprerjen e gjakderdhjes gjatë dhe pas operacionit. Pra, të jemi të qartë, një operacion i tërë në trupin e njeriut në spitalin e Pejës ishte planifikuar pa pasur në furnizim produkte që dalon gjakderdhjen. Të jemi edhe më të qartë, shikues të nderuar, edhe përkundër kërkesave, ekipi ynë nuk kam rri që duke përdor rrugët zyrtare të konfirmoj nëse produkti ndodhej në stoqe apo është pjesë e produkteve që do duhet të ishte në sallat e operacionit. Por, çka mund të faktojmë është një histori shumë shqetësuese për pacientët. Ata udhëzohen që këto produkte të i blejnë në një banatore specifike në zonën e Pejës. Unë dhe ekipi kemi dëgjuar shumë më shumë prej familjes, por për shkak se ata friksohen që do të kemë pasoja prej denoncimit të tyre, po i transmetojnë vetëm disa pjesë të vuajtjeve të tyre në minutët e para, kur ata u njoftuan se familjari i tyre është para operimit dhe ata duhet të shkojnë në një banatore të qytetit të tyre për të blerë disa produkte që mungonin në spital. Burri o shkupi prestate, mu bo operacion, e ja dhanë të shi në recept, ato letër, ja dhanë për më shku mi ble që ato mjetë, që ka duhen, tashti që ka ju duhen mjekve, atëre unë shkuva mi marsh. Për 5 minuta, 10 minuta, këto hinë salë, më shku mi ble. Me na i pa dhonë djetë, për shemë dhe djetë par djetë, unë isha shku dika i kisha marrë pak ma lirë në shta. Atëre të shi shkuva i morë, thasha, a keni, thash qështu, qëto, komplet, thash, me dhonë, thash, edhe sa kushtojnë. Atëre tha, vëlla 550 euro kushtojnë. Ku e ka pa krytë ndorë, thash, qyshat shtrejt. Atëre, tha, unë të shi, thasha, a bën pak ma lirë, qështu i thash vallaj. A bën pak ma lirë, jo zgudzojmë. Haj, thash, shpepi ma qka me po. Qato pare të si kena pasë në shpe, qato, i blim 550 euro. Si kena rujt për shpi, qështu për drunë, për qështu. Sikur për një familje si duhen paret.
O dost, jo bre, po dikush nuk ka buk me hangër. Edhe na detën e këllalion këtë. Kjo është një recetë që familja e ka pranuar. Është një copë letër e shkruar në të bardhë dhe shumë pak e besueshme për secilin gazetar. Për këtë arsye, kam vendosur mos me i besu rrëfimit të familjes dhe me verifiku nëse kjo copë letër është një dokument. E para, që munde me ble ilaçe dhe e dyta, a është një recetë që e shkruan një mjek. Kam vendosur së pari me e pyet njërin prej urologëve të PE-s që punon në spital. Nuk kam brit me vërtetu që kjo është shkrimi i tij, por të pakten e kam ballafaquar me recetën. Çka na ka thonë doktori? Çto, më kam thonë është shkrimi juaj apo që e keni bërë që të farë recete? Po që s'mundesh me gjithë këto? S'po ka, kena qyrë... E dhe pacientë dhe flas. E dëgjom, doktor, këtu në spital nuk janë, a? Qëto pa isi? Nuk më konë, nuk u dzejnë janë shkrunë aty. E qëto pse i rekomandoni me shku të kjo barnatorja? E po të shtej, nga është pjesë jam, nëse të me shku me blenë. Mos dojë që se blenë, e zhjeni, që mi bu? Qa kom i bu? A vetëm të kjo barnatorja s'mu Sa, në guna? kitja? Jo, unë po ju pës. A i blej, ku do dikon tjetër blej? Që i bin pajisis tonë? Qa më thonë tjetër? Po, se këtu ishin shumë ashtrejt, për shata. Blej, ku do që i bin pajisis tonë? Qa më thonë? A është në rregull, dhe se realisht, une jam edhe gazetar me profesion e ju marrë me pyet, a është në rregull me bërë që të rekomandin? A është kjo mas por e recet e rregull? Shko të bëj me recet kjo heq? Kur s'ka pajisi, këtu që ka me bune? Kur s'ka spitali? Qa ku me, a du me dalë për i kurën? Po, për që ta edhe më ju pyet, dhe në vazhdimësi si kana, po qa është puna, është problem... Pytin dhe të mi. Nëse ka pajisi këtu, unë nuk janë shkoj. Qush me janë shkoj? A për kupën që bëda? Po, kuptoj, po kjo është në rregull, dhe kjo është standard që e bani zakonisht. Qush standard që e bëjnë zakonisht? I thoni pacientëve shko të që kjo barnatore mund e... Shko më ku dush blej? Kur unë jam paraqit si familjar, doktori më ka treguar se pajiset nuk janë në spital. Ai nuk ma ka konfirmu 100% që kjo është shkrimi i tij, por ma ka konfirmu që këto produkte nuk janë në spital. Kom dosht me pyet se pse kjo pajisje nuk është në spitalin e PE-s, por të gjithë më kanë orientuar që këto pyetje, shumë të rënda për spitalin, duhet me i bë vetëm përmes emailit. Alo, përshëndetje zotnia Hasani, si jeni? Jam Valon Fona, po ju thiri nga kallza.com. Zotnia Hasani, jam duke trajtu një temë e cila lidhet me disa pajisje që pacientët po i blejnë në barnatore private për operim të prostatës. Na jemi në pej të spitalit, deshtë me orë nzyre me diskutu rreth tyne pajisjeve. Po, a mundemi me u taku edhe me bashkëbisedu që të halë? Oke, sa i përket, po ka të lashe me këtu pajisjet për operim të prostatës? Pra, për një çështje kaq të thjeshtë dhe kaq sensitive, spitalit i duhet me i shkru email. Pra email të lektoruar që duhet fillimisht me kërku qasje, meratim e pastaj edhe konfirmim. Kjo është kur gazetari pyet a ka spitali pajisje për me bo një operacion. A kur familja shkon, ata marrin një copë letër, si kjo që e kam në dorë, e ku shkruhet qartë. Shko blej barnat në barnatore të begallëve. Pra, nuk ka email, nuk ka vull, por vetëm listë dhe udhëzim të qartë. Po jo këni shkru, begolli. Ku me shku, shkoj që tu. Që ka që? Ju si njeni këta, s'keni na i fa. Se fjallë të ishë. Marino, faleminderit. E tash shikues të nderuar, pas e kemi rekomandim, kam dosht me verifiku deri në fund. Për mua, dilema e por ka qenë, a i ka ble familja barnat dhe pajisjet të begallet dhe a ka qenë ashtu çmimi si që na kanë thonë. Kam vendos me i sfidu familjen. Ata na kanë thonë që kanë kushtu 550 euro, nuk ju kam besu dhe ju kam kërku me shku të begallet me lyp kuponin fiskal. Si pas ligjit, barnatorja ishtë dasht me lëshu kuponin në momentin kur e ka marrë parat, por në filmimin ton
ata e lëshojnë kuponin vetëm me një paraqitje të thjeshtë. Mirë dita. Përshëndetje. Ç'to më bëjmë? Po, tregova, Kena marrë na qëto. por që kjo edhe që kjo. Po jo, jo. Të kena munges. Po kena marrë na këto. Që, Po veç ato kuponin të skaj. Si patone, Okej, kur I keni marrë sa ta? Jo, jo e kena që marrë një javë dit. të martën. 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 Se 550 euro I kom pagu që do. Po jo, s'na ke jap, domethënë para se ta nëse këthani Nuk pirshojmë. Ah, Që që ka bova kje kena lëshu, na qysh kena me arsuetu 500 euro mandena për pikthejnë, ade. Kështu që pelojmë, nëse pi përdorim, po të Burrin shumë të lekë, smut e ta burrin shumë. po. Okej, po... Që pe këshyri, qa ki marti, Çto krejt. Krejt që to komplet e kom marrë. po që sajna e kena lëshu, dhe me thonë, na I kena lëshu këtë kupon krejt, tashte. Po me pas dit me ta rujt, tashte e kam minos, këto se s'kam më qasë. Jo neve s'na ke lëshu. Jo na e kem lëshu, Aha. në ditës të ne, se na dhëtë mi përdojt, ja, Okej. kuptan. Do më dhënë shto jo, na? Që aty e ki krejt. Në rregull, a? Kam dete. Ditën e mirë. Begollët lëshojnë kupon fiskal disa ditë pasi I kanë marrë parat, që është në kundërshtim me ligjin. Kam dashur me verifiku edhe vetë nëse ata e shesin me këto çmime këtu pajisje. Me recetën në dorë I kam shkuar tek barnatorja. Punëtorja mi ka dhënë çmimet pothuajse të njëjta. E një dorë, që të bërë na vyna I keni edhe të mbo. A I se përpëstot, prese, spiron edhe kateter. A po vishë po shpojnë në? Qëto dyja që kena, e ato infuzionet që në përndoja, qëto ato në që kena. Jo, a? Ja, Komuna mi gjithë atë. Sa kushtojnë? që kjo, prevse ne edhe dë, prevse që kjo është. Nishe, dyshe, që kjo është e fundit, e që të dyten Në në fuzbol, faten a? ata me përësi. Që aty ku I Apo marrë. se shashtu që? Çfarë provimi? Qëto bëjnë 450 euro, edhe që kjo kushton në të gjithçka. Çfarë provimi është? Nuk I. Çka ka të dhëna? Ka ma lirë dikun kësajna? Vallazdia kanë. Ose. Shërët e është 26 e gjysë. Të e këtë rruva? 76 e 50, pasha të rruva. Total sa po na bëhet me ditë veç pak a shumë na? 548 e 540. Me këtë recetë, kam këshyre edhe në disa barnatore të tjera se sa kushtojnë këto pajisje. Unë nuk jetoj në Pej, por në Pej I kam pas loks 30 minuta me bë një research apo një kërkim prej barnatores në barnatore se ku mundesh me I gjetë ilaqet. T'jemi të qartë, familja nuk I ka pas 30 minuta me bë një studim të tregut. Ata kam pas udhëzim të shkruar, shko dhe ble ilaqet. Në njërën prej barnatoreve të Pejës e kam takuar një zonjë, e cila, kur e ka pa recetën, më ka dhënë një çmim I cili dallon për hiç më pak se 200 euro për të njëjtat pajisje. Kjo zonjë ka pranuar me I shit të njëjtat furnizime për të paktën 200 euro më lirë, tek se sa barnatorja që familjes ju ishte rekomanduar. Apo është I vetë të në magazin me ka. Po, më shkolli. Ishtë nga kanë qënë fotos të familjarë. Kështë në sfide që ishtë nga Ja, më bëdhe shkolli. Edhe shkimi e vidit pak. Kështë në sfide, krejt ashtë. Faleminderit. Sa më bëhe kave se shkajgjë. Na kemi pas për që s'kesh të në vëllet ditë pasë. 346 e 50, shumë për që shkojnë. Total, a? 340 e gjysë, 348. 304. Total. Për dy ditë para ti kit 184 euro, dhe më 42 euro. Se është ky dallim? Presë. Se shumë. Qysh ti gjojnë një shesin, shumë probleme.
kam provuar edhe në të paktën 3 banatore në Pej me i gjetë të produkte, por nuk kemi arrit me i blej për shkak se nuk i kanë. Kam udhëtuar për në Prishtinë dhe afër ÇKUK-s kam provuar me i gjetë të pajisje. Oferta që kam marrë prej njërit prej pronarëve të banatoreve është se pajisje sigurohen me më pak se 250 euro, apo 300 euro më lirë se sa banatorja në Pej. Sa shtetime? Na ta lani kontakt, për çdo rast, veç mund ma qo mas e një Viber unë e vi. Unë të problemi në ty pës, të në të gëna që një metë, në të një staj, shtojnë qënimet në të të porosit, në i porosit. Po shkru me, ho. 233. Ma mujte me pyt. Po, që ato që se firme në aster. Po, do të thëtë firma është e njëjtë. Po, do më firma është e. Për çme ma mujte me pyt, mos ka nej negocion pak ma lirë diçka. Me të kalë të drejtë në dhe tërës me kalë free. Dhe mo, Po që sa totali pi bjen? janë ato. Po, 255, 245, 245. 245. 240 në dhejta. 240 e fundit. Bo, hajde faleminderit shumë. Jam kthyer në Pej për me marrë një shpjegim prej banatorës. Përfaqësuesi i saj më ka thënë se ai nuk ka fituar në këtë transakcion. Madje, ai ka ofruar një çmim të furnizimit për këto pajisje, por na ka kërkuar që mos me tregu se kush është furnizuesi. Ta dëgjojmë bisedën. Fjala është për disa pajisje për prostat. Ai ka pagu të jo një shumë për 548 euro e gjysmë. Nuk jam pajisje, 548. Të gjitha pajisjet, çka kanë qenë të shkruar ato, i kemi edhe faturat, sepse ka pacienti ka marrë edhe faturat pastaj të jo. A ka dëshmi që ka diku ma lirë? Po ne kemi gjetë në Prishtinë me 240 të njëjtat. Unë e kom fakturët të furnizimit i kom 420 euro. Do të thonë 10% marë si kom. Që shumë mund të ato 220 euro në Prishtinë, në Pej, furnizimit 420. Na kemi shku pikërisht me verifiku këtë informacion, jemi shku në disa barnatore, nuk janë të gjitha barnatore të furnizune me ato pajisje, mirë po njëna për tyre është interesu. A të me pa qmimi në furnizimit? Me tonë drejtë, nëse ju jeni të pajtimit, kishim marrë dhe kishim zhvillu dhe na kishim shpjegu në intervistë. Jo, se kjo është punë, se kjo fundit mu ligjim brona, vëdhem si kundër ligjit jetë më tira, jetë më të përshmimet. Se kjo është pajisje nuk është bari, po fakt sinceritetit, mi më sa kalzu fakturën e furnizimit. Po patjetër, patjetër mund është ma dërgu në këtë numër faturën. Era mbaj personet, zbudrimi që të dërgu tona këtë kompani, po lejën e qena, 5 euro është njona, 205 euro është tjeta, dhe më thonë 420 euro e më taj, që ato pajisje për prostat. Dhe më thonë 10% më kom marra që në këtu kom drejt më shku qatu, se s'ma s'ma ndalën ligjime. Gjithashtu aty në një letër të bardhë është rekomandu barnatoria juaj nga stafi i spitalit. Ju a i njihni ata, pse ju rekomandojnë juve për me i ble? Se unë e kam. Ju keni. Ata e din që vetëm të ju ka, apo? Ja, se dia janë vetëm të ju, po unë e kom gjetë, kom përësit, kanë gjetë hitët normalit, kom gjetë ndikati, ka uzan që shtuki, që aty ki, shtuki. Po ata stafi mjekësor për i rekomandojnë pacientët ku me i bletë. Po i thonë shkoni të... Po diçka kjeqe, po thonë, nëse aje i thotë që reki qenë që tu më sëmë. A mundeni për krejt të me në dhonë një intervist me në shpjegu edhe vim atje me kamerë? Jo, falenderit. Aty një zëtur që ka marrë për këto punë në shtatë të këja, shkanin atë kë. I thunë një atë kë shkanin që të vanatore se për në rrej, për qmive, dhe të vini verifikoj. Atë për këto punë në shtatë të këja, keni jo. Jo, na veç e trajtojmë një ankes një pacienti, pastaj i verifikojmë, e kemi obligim ju thirë, që ju thirë atash. Pra shikues të ndëruar, ky hulumtim na tregon që disa minuta para operacionit, qytetari PS me rruzim që për të kryer një operacion kirurgjik, duhet të blihen barnat në një barnatore specifike. E para që duhet të trajtohet është pse krejt ndërmarrja e operacionit është planifiku pa i pas pajisjet, dhe e dyta, pse familjes i është dhënë kaq pak kohë. Spitali PS nuk na ka dënjësu me na dhënë një intervistë për këtë problem. Me një përgjigje me shkrim,
Ata kanë thënë se mungesa materialeve lidhet me çështjet e prokurimit publik. Ta dëgjojmë përgjigjen e spitalit dhe menaxhmentit të PE-s. I nderuar zotri Valon Fana, lidhur me interesimin tuaj për procedurën e prokurimit me titull furnizim me elemente endoskopike, ju njoftojmë se kërkesa për inicimin e kësaj procedure është paraqitur më 29 dhjetor 2025 nga doktor Blerim Selmanaj, shef i repartit të urologjisë, me një vlerë të planifikuar buxhetore prej 6.000 euro. Në kërkesë janë përfshirë 8 artikuj të materialeve të ndryshme endoskopike. Vlera planifikuar është përcaktuar nga njësia kërkuese duke u bazuar në çmimet e tregut. Në përshkrimin teknik janë përmendur edhe emrat e pajisjeve përkatëse, pasi që kur prokurohen materiale për pajisje ekzistuese, është e nevojshme të identifikohet pajisja për të cilën kërkohen materialet, me qëllim të sigurimit të përputhshmërisë teknike dhe funksionale. Pas inicimit të procedurës, njoftimi për kontratë është publikuar më 23 mars 2026, ndërsa hapja ofertave është zhvilluar më 3 prill 2026. Gjatë kësaj procedure është pranuar vetëm një ofertë nga operatori ekonomik Flamur Jusufi BI. Vlera e parashikuar e kontratës ka qenë 6.000 euro, ndërsa oferta e operatorit ekonomik ka qenë në vlerë prej 12.000 euro, përkatësisht rreth 100% më e lartë se vlera planifikuar. Për shkak se oferta e vetme e pranuar i te kalon të ndjeshëm fondet e planifikuara dhe mjetet e disponueshme për këtë procedurë, autoriteti kontraktues nuk ka pasur bazë financiare për vazhdimin e procedurës dhe dhënien e kontratës. Për këtë arsye, procedura është anuluar dhe njoftimi për anulim është publikuar më 14 maj 2026 në përputhje me dispozitat e ligjit për prokurimin publik. Pas analizimit të kërkesës nga shefi i repartit të urologjisë, është përgatitur një kërkesë e re e protokolluar më 19 qershor 2026 me titull Kërkesë për furnizim me pjesë këmbimi dhe materiale shpenzuese për shërbimin e urologjisë. Kjo kërkesë përmban 9 pozicione sipas specifikimeve teknike të bashkangjitura dhe është planifikuar me një vlerë buxhetore prej 8.670 euro. Pas protokollimit, kërkesa është përcjell në zyrën e prokurimit të spitalit për zhvillimin e procedurës së prokurimit. Nga kjo fazë tutje, përgatitja e dosjes së tenderit, publikimi i njoftimit për kontratë, zhvillimi i procedurës, administrimi i afateve ligjore dhe të gjitha veprimet e tjera procedurale janë përgjegjësi e zyrtarit përgjegjës të prokurimit në përputhje me legjislacionin në fuqi. I nderuar, sipas evidencave të banatorës qendrore të spitalit të përgjithshëm në PEI, produktet AST turp elektrod single step, ball elektrod single step dhe kateter perfuziv 3 Wade 22 nuk janë pjesë e listës esenciale të banave dhe materialeve shpenzuese. Rrjedhimisht, spitali nuk është furnizuar me këto produkte. Për produktin Manitol Sorbitol Biursol Inspirol Bag 3 litra, furnizimi i fundit në banatorën qendrore është realizuar më 21 shkurt 2024, ndërsa furnizimi i fundit për repartin e urologjisë më 28 prill 2025. Pas kësaj periudhe nuk ka pasur furnizim për shkak të mungesës së kontratës aktive nga niveli qendror. Për produktet AST turp elektrod single step, ball elektrod single step dhe kateter perfuziv 3 Way 22, spitali nuk ka pasur kontratë aktive furnizime. Për produktin Manitol Sorbitol Biursol Inspirol Bag 3 litra, nuk ka pasur kontratë aktive të furnizimit nga SHSKUK. Procedura e prokurimit të centralizuar administrohet nga SHSKUK. Spitali i përgjithshëm në PEI nuk ka zhvilluar korrespondencë të veçantë me SHSKUK-n apo Ministrinë e Shëndetësisë lidhur me këto produkte. Për produktin Manitol Sorbitol Biurisol Inspirol Bag 3 litra, spitali ka qenë informuar se nuk ka pasur kontratë valide të SHSKUK-s me operator ekonomik për furnizim. Për rrjedhoj, nuk disponojmë korrespondencë zyrtare për këtë çështje. Spitali i përgjithshëm në PEI nuk ka politikë apo praktikë institucionale që autorizon orientimin e pacientëve drejt operatorëve ekonomik privat për furnizim me bana apo materiale shpenzuese. Pavarësisht sfidave në furnizim me materiale të caktuara, Spitali i përgjithshëm në PEI mbetet i përkushtuar për ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe trajtimin profesional të pacientëve. Kemi shkuar edhe tek shërbimi spitalor klinik universitar SHSKUK për me kuptu e para, pse nuk është furnizu PEI me këtu pajisje dhe e dyta, a lejohet një skemë e tillë. Edhe në SHSKUK, përgjigjet janë zyrtare, të formuara me email, jo me letër siç ndodhi në PEI me recetën. Lidhur me shkresën tuaj, ju njoftojmë se produktet në fjalë nuk janë pjesë e listës esenciale të materialit shpenzues, ndërsa furnizimi me këto produkte realizohet bazuar në kërkesat dhe nevojat e klinikës. Lidhur me rastin e spitalit të përgjithshëm PEI, bazuar në sqarimin zyrtar të këtij institucioni, për produktet në fjalë aktualisht nuk ka kontratë aktive të furnizimit, pasi procedura më pashme e prokurimit është anuluar për shkak se oferta e vetme e pranuar ka tejkaluar vlerën e planifikuar të kontratës.
Më pas është bërë rivlerësimi i nevojave ku është përgatitur kërkesa e re për furnizim, e cila aktualisht është në procedurë tenderime. Ndërsa sa i përket produktit Manitol Sorbitol Biorisol Inspirol Bag 3 litra, i cili është pjesë e listës esenciale të barnave, ju njoftojmë se SHSKUK posedon kontratë aktive të furnizimit dhe furnizimi me këtë produkt pritet të realizohet në afatin më të shkurtër të mundshëm për të gjitha njësitë e SHSKUK-s. Jo dhe shoqata juaj i mbruni dhe i promovoni të drejtat e pacientëve. Aktualisht a ka mungesë të barnave, pajisjeve mjekësore në për spitalet publike, pra sa po pranoni ankesa sa i përket barnave edhe apo detyrohet pacienti me dal me ble? Ankesat janë të ndryshme dhe këtu hyn edhe mungesa barnave, hyn edhe mungesa e pajisjeve që ata profesionistë shëndetësor përdorin për trajtim, apo edhe e pajisjeve për diagnostik. Domethënë pacientat nuk marrin shërbime të caktuara në diagnostik, domethënë nuk mundin me bëj disa analiza që kërkojnë profesionistë shëndetësor, nuk mundin me marrë një trajtim, për shembull një operacion, kemi ankesa të tipit ku në kirurgji për shembull nuk mund të bëhet një operacion për shkak të mungesës së materialit, qofshin ata penja apo në ortopedi janë ato materialet ortopedike që i përdorin që i detyrojnë pacientët me i blenë në privat. Domethënë janë të natyrave të ndryshme dhe këto janë problem. Një doktor a mundet me ia përshkruaj pacientit çka duhet me blenë në një fletë bardh, pa një logo, pa një a quhet ajo recetë? Nga praktika, se ishih në këto raste, a ndodhin shpesh? Realisht po, ne kemi pranuar dhe ankesat e tilla dhe këto ankesa i kemi adresuar te institucionet shëndetësore dhe jo, kjo nuk është praktikë e mirë, nuk është praktikë ligjore. Këto ankesa janë pas adresimit janë zgjidhur në disa institucione për shkak se janë marrë masa në ato institucione dhe kanë provuar me i shënu barnat dhe materialin e nevojshëm në receta mandej të cilat janë monitoruar dhe janë përcjellë për me ditë se sa ka ble pacienti. Mirë po, unë thash, mundësin do të me latë zero për me dalë me ble pacienti. Dhe një shqetësim tjetër që e kemi ne kur barë të fokusin në një material ose në një barë me emër specifik, në lind dyshimi që mundet me pas edhe manipulime në to. Ne kemi trajtu një rast i cili flet për një pacient në pej i cili është rekomandu nga stafi mjekësor me shku me i ble barnat në një barnatore specifike. A guxon kjo me ndodh në praktikë? Normalisht jo. Normalisht jo, domethënë nëse një bar, normalisht nëse një bar mungon, nëse një pajisje mungon, ajo do të adresohet në instancë më të larta, për shembull në këtë rast nëse është spitali, ato do të më adresu në SHSKUK. Për me ble privat duhet me shku patjetër me recete dhe më përcjell kjo. Sidoqoftë bara e pacientit ka me qenë njëjtë, mirë po mundësia për me manipulu me këta pacientë dhe me këto barna është shumë e madhe. Në këso situata, çfarë veprime do të me marrë, qoftë menaxhmenti një spitali publik, qoftë SHSKUK-ja? Një prej arsyeve pse ne tentojmë të bëjmë shumë matje prej pacientave lidhur me eksperiencat që ata i kanë në institucionet shëndetësore është pikërisht kjo për me identifiku faktorë që ndikojnë performancën, në këtë rast për me identifiku probleme që ata i hasin në institucion. Ka probleme që janë institucionale dhe ka probleme që janë individuale. Nëse në këtë rast profesionisti shëndetësor është ai i cili përsërit rastet e tilla, do të më marrë masa ndaj atij profesionisti shëndetësor, do të shqyrtohet në komisionin etik profesionisti i cili e përsërit veprën e tillë. Ndërsa nëse një rast i tillë ndodh në të gjithë institucionet, atëherë do të merren masa institucionale, do të shiqohet sistemi i funksionimit të atij institucioni. Pra, kjo është praktika që nuk do të mund ndjekë për profesionistëve shëndetësor. Absolutisht, kjo është vepër penale. E keqja është që ende kemi pacientë, ende kemi familje të cilët janë zhytur në varfëri duke shit këtë pasurinë për me ble barn ose trajtim, me kërku trajtim për antarin e familjes. Ende ka pacientë të cilët nuk marrin trajtimin pikërisht për shkak që s'kan mundësi me ofru me ble atë trajtim. Shikues të nderuar, ishte ky një denoncim i radhës për skemat e shitjes së barnave në Kosovë.
Ju vazhdoni me na shkruaj në kallxo.com dhe deri në emisionin e radhës, shëndet mbeteshi!